Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi. Ja ku po ritakohemi ditën e sotme së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit dhe lëvizjet më të fundit. Pas të gjitha obligimeve, pas të gjitha ditëve të ngjeshura që Egli Tako ka me projektin e saj, por njëkohësisht edhe me këngët e reja që po punon me një intensitet shumë të lartë, në grupin e hapur në rrjetet sociale, konkretisht në Instagram Eglis Family, sillen video, mesazhe të ndryshme interesante ku Egli Tako është në qendër të vëmendjes. Ka ardhur një voice ku Egli ka preferuar ditën e sotme që të kalojë me shumë dashuri me miqtë të saj, të argëtohet, të kënaqet dhe të kalojë një ditë të bukur pozitive. Në atë voice Egli këndon në gjuhën turke, që nuk kupton. Eglit i pëlqejnë baladat, Eglit i pëlqejnë muzika e lehtë. Unë gjithmonë e kam thënë, në të gjitha komentimet në fakt që unë kam bërë për Egli Takon, kam thënë që Egli është një artiste, është një këngëtare e mrekullueshme që në fakt i takon më së shumti shpirtërisht muzikës së lehtë apo muzikës baladave. Do thënë Egli është kjo. Por më andej Egli Tako na ka sjell edhe ritëm. Që si duket Egli me këtë voice duke kënduar këngën turke të Ibrahim Tatlisës, një ndër këngët më të preferuara të gjithë shqiptarëve, Egli ka treguar që së shpejti do të sjellën ndonjë balad apo do të sjellën ndonjë projekt që do të na apasionojë të gjithëve. Kjo është Egli Tako në thelb, por nuk ka ndaluari së qënuri pozitive, së qënuri energjike dhe së qënuri pranë njerëzit e saj të dashur. Unë shpresoj që ky voice, i cili ka ardhur në grup te vajzat apo te djemt që menaxhojnë këtë grupin, nuk mundem dot ta publikoj si voice sepse mban këngën e Ibrahim Tatlises dhe normalisht kjo këngë ka ca të drejta autoriale në këtë mes që duhet respektuar me patjetër, dhe Egli Tako thjesht ka kënduar duke qenë në makinë, domethënë ka qenë duke bërë lëvizje nga një vend në vend tjetër, varet se ku ka shkuar dhe ku ka udhëtuar. Unë shpresoj që t'i vej mbar, unë shpresoj që të na sjellën balada të bukura, balada pozitive, balada me energji të mirë dhe ne të gjithë të kënaqemi dhe të argëtohemi me zërin e mrekullueshëm të Egli Tako. Domethënë, siç duket, ky paralajmërim na tregon që balada e Eglit është coming soon. Dua të marr mendimin tuaj. Dëshironi një baladë nga Egli Tako?